Rikthyen përsëri në këtë transmetim në Albania Newscast. Ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur, keni shkruar, vazhdoni bëni subscribe edhe jepni komentet tuaja në çdo video tonë në rrjetet sociale. Si e kam thënë disa herë, do t'i shikojmë ato dhe do t'i reflektojmë me të ftuar dhe çështje të tjera. Sot do flasim për një nga ngjarjet më të rëndësishme ndoshta të këtij viti që ka të bëjë me protestën për projektin e Zvërnecit, por që tashmë është rirë edhe për çështje të tjera. Kam Besiana Gurin, një nga aktivistët e ambientit e cila është angazhuar menjëherë në këtë çështje dhe do ndajmë detaje të hollësishme në lidhje me atë që nuk shkon me këtë projekt, si filloi gjithçka dhe çfarë cënohet. Besiana, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që gjete kohën. Ta sqarojmë për njerëzit ato paqarësi që mund të kenë. Çfarë është ky projekt që flitet, që ekziston? Zoti Rama thotë nuk ekziston, pastaj dhe thotë që ekziston, pra është një paqarësi e madhe. Ta sqarojmë pak çfarë po ndodh me Zvërnecin. Po, në fakt është një paqarësi që ka një pak më shumë se 2 vite. Pra është një projekt që flitet, por që nuk ka të paktën transparencë ose nuk ka informacion publik deri sot që flasim, se si do të jetë ky projekt. Është një problematik që ne si mjedisor, unë përfaqësoj një organizatë mjedisore, Qendra Lumi, por jemi shumë organizata dhe edhe në nivel ndërkombëtar që kemi ngritur këtë si shqetësim që në momentet e parë që kemi dëgjuar që ka interes për zhvillimin e kësaj zone. Në fillim është folur për Sazanin, pra për ishullin, por projekti që në fillimet e tij, projekti, se tashmë nuk dim si ta quajmë, ose idea projekt ideja, tamam, ka qenë që në fillim për të përfshirë edhe Zvërnecin. Por publikisht është folur pak më shumë për Sazanin. Ne në momentin e parë që kemi marrë vesh, jemi ngritur dhe kemi ngritur shqetësimet tona. Për sa i përket që janë? Në zonën e Zvërnecit kemi të bëjmë me zonë të mbrojtur. Që do thot për ata që nuk e din. Ligjërisht është një zonë e mbrojtur me ligj, kategoria e 5, janë teknikalitete, por nuk janë kot. Kategoria që ka Zvërneci dhe tashmë quhet pishporonart, emërtimi le themi i zonës mbrojtur, është peizazh natyror i mbrojtur. Që do thot, përse është zonë peizazh natyror i mbrojtur fillimisht? Ta bëjmë të thjesht për njerëzit. Për mendimin tim duhet të ishte edhe nivel më i lartë, por mund ta sqarojmë dhe më vonë. Okej, sqarojmë gjithë. Por ky që është tani, peizazh i mbrojtur natyror, do thotë që ky peizazh duhet të mbrohet i paprekur. Ashtu siç është, sepse ka vlera të rëndësishme ekologjike, mjedisore dhe peizazhore. Pra ne të gjithë i kemi parë tani pamjet, por kemi vite patjetër, po flas ndoshta për publikun e gjerë, se çfarë rrezikohet që të humbet. Pra një peizazh i mrekullueshëm, një kombinim habitatesh, që është në fakt shumë e veçantë për zonën dhe është ndër të rrallat që kanë mbetur në gjithë mesdheun. Pra, flasim për deltën e Vjosës, flasim për një nga deltat e fundit që kanë mbetur në gjendje natyrore dhe ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm për vijën bregdetare, pra për zonën ultësirën perëndimore të Shqipërisë, por për të gjithë mesdheun. Sepse, sipas një studimi që ne kemi qenë pjesë bashkë me organizata ndërkombëtare si River Watch dhe Euronatur, janë studiuar të gjitha deltat në detin mesdhe dhe vetëm në Shqipëri kemi Vjosën, Sejmanin, që janë akoma të paprekura. Unë kam qenë te Grykderdhja e Vjosës për një projekt audioviziv dhe ishte një zonë shumë e bukur. Okej, kishte mbeturina, po ishte një zonë shumë e bukur. Shikoj, mbeturina është një problem që prek gjithë Shqipërinë dhe është, do të thoja, një temë tjetër, po aq e rëndësishme, por kjo nuk do të thotë që nëse një zonë është e ndotur, hajde ta... Jo, absolutisht, jam dakord. Unë e kam thënë publikisht që unë jam kundër këtij projektit. Por ndalemi pak, i vijmë me Zvërnecin. Po, dhe projekti tashmë, duke kaluar koha, ne kemi filluar që të marrim vesh pak më shumë, por ajo çfarë realisht u zbulua është tani kur filluan punimet, që aty flitet për ndërtime, betonizim të zonës. Rezorte, hotele, edhe ndërtesa me 8 kate. Si mund të imagjinojmë ne ndërtesa me 8 kate në një zonë kaq të brisht natyrore? Duhet të theksojmë këtu që edhe nga ana teknike dhe nga ana gjeologjike nuk është vend i durë për të ndërtuar, sepse delta e një lumi është shumë dinamike. Ajo është e lëvizshme, ka funksione natyrore që nuk japin stabilitet për ndërtime të tilla.
por nuk jam ekspert në ndërtimi dhe ndoshta nuk dua të futem në shumë detaje, por që është për të përmendur për publikun e gjithë. Dhe ju e ngritët më njëherë këtë shqetësim, që do cënohet një zonë e mbrojtur, apo jo? Ne kemi ngritur këtë shqetësim edhe në media ndërkombëtare dhe në mediat e vendit. Shpesh herë mediat e vendit nuk e kanë raportuar ose nuk e kanë parë si problem, edhe siç ndodhi në fakt edhe me rastin e protestës. Edhe pavarësisht ngritjes së shqetësimit, ajo ku le të thuash reagimi ishte edhe më i fuqishëm i Joni dhe pastaj i gjithë tjerëve, ishte kur vendos rrethimi në zonën e mbrojtur. Si u vendos rrethimi? Çfarë ka ndodhur? Kush e ka vendosur njëherë? Unë mbaj mend do ndaj një detaj shumë të vogël. Para 2 ditë para se të fillonte rrethimi, unë isha në Vlorë, po zhvilloja një takim me gratë e zonës, ambientaliste, artiste, gratë të interesuara për të angazhuar në çështjet mjedisore. Dhe një nga problematikat që ne ngritëm ishte pikërisht ky projekt, edhe disa të tjera që janë planifikuar në zonën e Deltës. Dhe aty, edhe pse ne diskutonin për këtë, prap ishte ajo ideja që është e largët, pra ishte ideja që janë ca projekte të mëdha, po nuk dihet a do fillojnë, kur do fillojnë, ndoshta s'do bëhen, pra njerëzit edhe nuk e besonin vërtet që do ndodhi kjo gjë. Kur pra shumë shpejt, mund të themi që rrethimi është bërë brenda natës ose brenda ditës, pra ka qenë një gjë shumë e shpejtë. Organizatat e tjera që janë në terren e kanë parë dhe e kanë raportuar në mënyrë direkte, siç ka qenë PPN-a dhe AOS, janë 2 organizata që punojnë shumë në zonë, me shpendët edhe patjetër me studimet mjedisore aty. Dhe ne organizuam në një protest komplet qytetare, si aktivist, u mblodhëm nga Tirana, shkuam atje tek rrethimi. Ajo çfarë ndodh aty është që ne gjejmë një rrethim në një zonë të mbrojtur, ne gjejmë një rrethim që shkon deri në det edhe deri tek zona e Rërës. Zona e rrethuar është një zonë rreth 600 hektar, që brenda saj ka monumente natyre. Pra, sepse diskutohet dhe çështja e pronave. Si është kjo çështje e pronave, Besiana, nëse dihet se po mpyesin edhe vetë stafi, po mpyesën se ishte vërteta. Duan pronarët e kanë shitur, e kanë zaptuar këta të fortët që ka dalë emri. Çfarë flitet? Shiko, për këtë kanë folur, kanë shkruar mediat, kanë bërë investigimet, edhe është një tematik goxha e koklavitur, do thoja, dhe është një problematik që gjendet pothuajse në gjithë Shqipërinë. Çështja e pronave dhe mënyrës se si janë marrë dokumentacionet. Po ajo çfarë di të them është që gjithsesi ajo nuk është e gjitha zonë ose tokë private, ka edhe tokë publike. Ka dhe monumente natyre, siç po thoja, që janë dunat ranore, janë ndër të pakta të vetme që kanë mbetur në gjithë Mesdheun. Në gjithë Mesdheun? Po, dhe janë shumë të rëndësishme ekologjikisht. Përse? Sepse aty ka specie shumë të rralla, sepse janë habitat për breshkat e detit, janë habitat për shumë shpend që lënë vezët dhe krijojnë familjet aty pikërisht në ato zona. Janë shumë të rëndësishme për disa bimë endemike që janë të rrezikuara, gjenden dhe janë në listën e kuqe të Shqipërisë, në konventën e Bernës që listohen speciet të cilat kanë rëndësi ndërkombëtare. Ndërsa lista e kuqe e Shqipërisë, ata që kanë rëndësi kombëtare. Dhe këto dunat, përveç se kanë një biodiversitet kaq të rrallë edhe kaq të rëndësishëm, kanë dhe një funksion natyror shumë të mirë për mbrojtjen ndaj erozionit detar. Pra, atë ka krijuar natyra dhe ashtu siç është, ajo i krijon vetë funksionet e saj, pra ajo zonë aty. Dhe ajo është edhe një metodë ose le të themi është një mundësi që ne si njerëz, si shoqëri kemi që të shohim se si vërtet një lum natyror funksionon dhe një delt e një lumi natyror duket dhe do duhet të duket. Sepse sot që po flasim në vendet europiane, duke qenë se zhvillimi ka ardhur shumë më përpara, vite më përpara, janë bërë shumë ndërtime, ndërhyrje në deltat e lumenjve, por edhe në përgjithësi në mjedis. Tashmë Bashkimi Evropian ka rreth 2 vite që ka miratuar një direktivë specifike për restaurimin e natyrës. Çfarë do thotë, po investohen shumë para të detyrueshme nga shtetet që janë anëtare të BE-s për të restauruar ekosistemet që janë prishur për shkak të ndërtimit. Ne kemi të pa dëmtuar dhe kemi fatin dhe mundësinë që ta ruajmë ashtu siç është. Ju jeni kundër këtij projekti, duhet ndalohet, duhet të bëhet, duhet të bëhet konsulta, pra çfarë kritikoni?
Unë personalisht jam kundër këtij projekti, nuk do doja të futesha në detajet e projektit ose të këtyre lloj projekteve, por jam shumë kundër këtij projekti në zonën që është planifikuar, në zonat të mbrojtura. Këto lloj zhvillimesh nuk duhet të konsiderohen në zonat të mbrojtura. Por, fatkeqësisht jemi këtu edhe si pasojë e ndryshimeve që janë bërë në ligjin për zonat e mbrojtura. Në cilin vit? 2024 është bërë një ndryshim i qëndësishëm në ligjin për zonat e mbrojtura, i cili hap rrugën zhvillimeve të tilla, ku specifikisht në ligj thuhet që mund të jepen leje, pra mund të zhvillohen zonat e mbrojtura për turizëm elitar. Dhe gjithë infrastruktura e nevojshme për turizëm elitar, dhe kjo nuk kursen as parqet kombëtare, që është kategoria më e lartë e mbrojtjes. Ndërsa për zonën që po flasim, ligji ka ndryshuar dhe zonimin. Zonimi mund të duket pak teknike, por për sa kohë ne flasim për zonat të mbrojtura, zonat e mbrojtura kanë mënyrën se si menaxhohen, kanë ligje që i mbrojnë, e të tjerë ligji është parësori. Në ligjin e mëparshëm, fatmirësisht kemi pasur një ligj shumë të mirë. Mund të kishte problematikat e veta që mund të përmirësoheshin. Por ishte shumë i mirë sepse parashikonte nënzonimin, që do të thotë brenda një zone të mbrojtur, pavarësisht kategorisë, kishte nën zona më të rëndësishme. Pra kishte zonën qendrore, që ishte ajo që edhe pse mund të ishte kategoria 5, ti nuk mund të bësh asnjë gjë aty. Pra është të të lësh funksion natyrore të funksionojnë pra, të paprekura ose të pandikuara nga dora e njeriu. Kishte zona të tjera që mund të bëjë zhvillimi tradicional, çfarë do të thotë që ti bashkëjeton me zonën e mbrojtur si komunitet, mund të zhvillosh biznes lokal, agroturizëm, hoteleri, por gjithmonë në nivelin e kujdesshëm, pra flasim për ndërtime të vogla, familjare, guest house, dhe zonën buferike që është pak më jashtë zonës së mbrojtur, por prap krijon një mbrojtje të zonës në përgjithësi. Pra u hoq edhe zonimi. Praktikisht ti mund të ndërtosh tani, ti flasim qeveria mund të vendosi që të ndërtoj kudo brenda një zone. Pra nëse sot filloj në Zvërnec, pastaj do vazhdohet pak më tej dhe mundësisht mund të shkohet edhe deri në brigjet e lumit Vjosa. Lumi Vjosa tashmë është park kombëtar. Por ajo çfarë mbron aktualisht, mbron lumin dhe shtratin e tij përreth. Shtratin aktiv. Çfarë do thotë pjesa me gur dhe me rër dhe shumë pak tokë. Nëse ne do të vazhdojmë me këtë mendësi të ndërtojmë pafund, dhe Vjosa do të mbushet pastaj si lana dikur. Do betonizohet komplet anash dhe do mbajmë vetëm lumin. Por kjo nuk është mënyrë e duhur. Besiana, për të kaluar për tej Zvërnesit, ç'mendim ke për këtë badërdin me ndërtime që është bërë në Bregdet? Nuk po hy me emra, po duash edhe hym. Kemi Golemin, Gjirlalzit, Velipoja, Shëngjini, Palasa, Himara, Saranda, Manastiri, që do ishte një pikë. Ajo pikë e vogël. Pra, e vetmja zonë që edhe me sa kam parë hartën dhe sa njohun Shqipërinë është kjo pjesa, mos gabohem, ti më korrigjo se ti ndoshta e ke shkelur më shumë, po Divjak deri në Zvërnec. Pra, pjesa tjetër, si e ke parë? Dhe ajo është zona që do jetë më në presion, sepse duke qenë se pjesa tjetër janë zhvilluar në mënyrë kaotike ose janë ndërtuar në mënyrë kaotike, për disa investitorë të nivelit ndërkombëtar, mund të jetë më ekolajt që të kenë një terren bosh. Ndërkombëtarët e respektojnë ambientin, ta kesh sigurt. Problemi është që flitet që janë ndërkombëtarë, dalin që janë shqiptarë, se kështu ka ndodhur. Po, gjithmonë do të janë shqiptarët aty. Në përgjithësi në fund dalin të tillë, po. Po për pjesën e ndërtimit, normalisht unë do flas si qytetare, këtu do flas si një njerëz që jetoj në Shqipëri. Dhe si eksperte mjedisit ose si aktiviste mjedisit. Por radh parë edhe si qytetare nuk më pëlqen as kur e shikoj mënyrën se si është ndërtuar dhe ajo çfarë nuk më pëlqen është që po vijohet me tjetër metodë jo të mirë të golemit. Pra ne po golemizojmë të gjithë Bregdetin e Shqipërisë. Dhe kjo gjë ndodh që nga Velipoja deri në Saran, në Ksamil. Le pastaj nga ana mjedisore që nuk diskutohet që ka një impakt të pakthyeshëm. Prerja e pyjeve të cilët bëjnë mbrojtjen
e detit është një nga efektet kryesor të ndërtimit, sepse në momentin që ne duam ndërtojmë pafundësisht pallate, ndërtesa pra të larta dhe që kanë zënë shumë hapësira me beton, ne do presim pyjet, do të ulim mbrojtjen nga deti dhe erozioni do të shtohet. Por jo vetëm kjo, gjithë të ndërtime, nga se po ndërtohen? Po marrim të gjithë zhavorin e lumenjve, po gryjem shtretërit e lumenjve për efekt të ndërtimit. Ndërko, një kritik që u bëjnë të gjithë, me sa kam parë, të gjithë jo, po ata që janë kritik me këtë lëvizje, paguheni nga politika, keni agent politike, si ishte vërteta. Ta bëj pak edhe anën tjetër. Këtë e kam dhe unë, si akuz, po. Unë personalisht nuk marr shumë përsipër që të flas për çështje politike dhe nuk më intereson politika. Unë jam aktiviste mjedisore, e bëj me pastërtinë më të madhe, e kam punë dhe pasion. Kam rreth 13 vite që promovoj çështjet mjedisore dhe kryesisht vjosën, një punë e cila patjetër më ka kushtuar shumë energji, kohë, si çdo njeri që bën diçka me pasion, por dhe më ka shpërblyer në mënyrën se si unë jam vlerësuar deri dhe në nivel ndërkombëtar, duke u vlerësuar me çmim Nobel për mjedisin. Dhe kjo tregon shumë për se sa ose kush na mbështet apo na paguan. Pra, është komplet një nisëm ose le të themi një vokacion i pastër edhe nuk përfshin fare. Si ndihesh kur shikon këto akuza? Mërziteni ndo pak? Ju jeni mësuar me këtë projektorin e politikës, është shumë e ashpër politika. Nëse ndodh në publik, për shembull, patjetër që unë irritohem, nuk pëlqen. Sepse është e pavërtetë. Nuk pëlqen, sepse është e pavërtetë dhe nuk dua që unë të futem në këto debate ose të detyrohem unë që të mbroj një akuzë shumë të shëmtuar. Do të thënë këtë gjë e evitoj totalisht. Dhe nuk më pëlqen që bëhet. Dikush që e bën atë gjë mund të ketë arsyet e veta, por mua nuk më përfaqëson. Nëse do ketë një tërheqje nga ana e qeverisë për këtë projekt, do jeni dakord të mbyllur protesta, apo duhet vazhdoj deri në largimin e Ramës? Tani unë duhet jemi kujdesshme këtu, sepse unë nuk përfaqësoj ndoshta gjithë protestën. Absolutisht. Unë përfaqësoj patjetër kauzën për cilën jam ngritur gjithë kohë dhe vazhdoj dhe protestoj çdo ditë. Qëllimi kryesor i kauzës, të paktën për mua dhe grupimin iniciator, le të themi, të ngritjes së zërit për Zvërnecin, është mbrojtja e natyrës. Dhe nëse kryeministri e kthen mbrapsht atë projekt dhe siguron mbrojtjen e natyrës, për mua protesta është e suksesshme. Megjithatë, kam parë dhe që ka krijuar një shpresë tek rinia, tek njerëzit. Shumë shpresë. Dhe që ndoshta i kalon dimensionet e çështjes mjedis, i kalon dimensionet duke futur këtu pjesën e lirisë së fjalës, lirisë së protestës, dhe më pëlqen shumë që do doja që kjo të krijohej si traditë, dhe ne të ngrihemi, nëse fitojmë Zvërnecin sot, nesër të ngrihemi për një gjë tjetër, qoftë mjedisore, qoftë sociale, se kemi shumë problematika për cilat ndoshta nuk jemi bashkuar kaq shumë ose nuk jemi ngritur kaq shumë. Dhe unë vërtet këtë shpresoj nga kjo protest. Për ta mbyllur, paketa e maleve si duket? Ka dhe tjerë rrezik që të hahen ose të glabërohen këto zonat e bukura malore që kemi? Paketa e maleve është iniciativa tjetër e rrezikshme. E rrezikshme për mjedisin, por patjetër edhe për njerëzit. Sepse çështja e pronave, e tham, është një plag e gjithë Shqipërisë dhe por nga ana mjedisore, duke qenë se këtu po themi jam në atë aspekt, kjo do të jetë rreziku i radhës i vjen vendit tonë. Sepse zonat malore deri tani nuk është se nuk kanë pasur kërcënime. Që ke ndërtimi i hidrocentraleve. Le të flasim për burimet ujore. Nuk ka mbetur rrëke dhe përrua pa u futur në tuba. Që tek minjerat, guroret. Tashmë kjo është, si të thuash, ti vësh dhe kapakun dhe ta mbyllësh totalisht ti shkatrosh. Sepse nuk është ideja e zhvillimit të zonave malore nuk mund të jetë një plan kombëtar, për mendimin tim. Nuk duhet të jetë një plan kombëtar. Përse jo? Sepse nuk mund të vazhdojmë me idenë e masivizimit të
zhvillimit, masivizimit të ndërtimeve. Po e shikojmë masivizimin e ndërtimeve në Tiranë, në Bregdet, tashmë na kanë mbetur dhe vetëm malet. Pse jo të mos investojmë në qytete, në infrastrukturë, në përmirësimin e kushteve të transportit, në uljen e ndotjes së ajrit, në menaxhimin e mbetjeve, e të tjerë. Kemi 1000 problematika të tjera që do duhet i zgjidhim edhe në kuadër të antarësimit në BE, dhe nuk janë malet ose ndërtimet në male ajo që neve na mungon. Besiana, nëse bëjmë një krahasim me vendet e tjera të rajonit, po dhe më gjerë, ka shumë zhvillim sjellin investime të tilla apo janë thjesht një lloj propagande? Edhe zvërnetësi mund ta përfshijmë këtu. Se duke sikur tani kundër kritika që keni ju, po pengoni zhvillimin, se ky është thënë. Po neve jemi mësuar me këtë, sepse unë kam historik edhe me kundërshtimin e hidrocentraleve. Dhe e njëjta narrativ është përdorur. Ju jeni kundër zhvillimit. Ju nuk doni që ne të prodhojmë energji. Ju nuk doni që ne të fitojmë nga energjia. Jemi sot, kemi prapë probleme me energjinë. Jemi sot tentojmë të ndërtojmë jo vetëm gjithë hidrocentralet e mundshme, por edhe parqet eolike, edhe parqet fotovoltaike, dhe në fund të ditës asnjëra nga këto nuk shkojnë për të mirën publike. Janë të gjitha biznese private. Energjia shitet dhe përfitimet i shkojnë atyre që investojnë. E njëjta histori po përdoret tani edhe ju jeni kundër zhvillimit në rastin e turizmit. Ne nuk jemi kundër zhvillimit. Ne jemi pro një zhvillimi, por të kujdesshëm. Ne jemi pro mbrojtjes së natyrës, respektimit të ligjeve dhe zhvillimit të një turizmi që i përshtatet zonës. Pra kur flasim për Zvërnecin, aty mund të kemi shumë bukur një turizëm, ekoturizëm natyror. Dhe të vinë ata që do të vinë, mund të paguajnë shumë për një eksperiencë. Nuk jo detyrimisht eksperienca është pishina. Jo detyrimisht eksperienca e një turisti të huaj është ai hoteli me 5 yje, sepse atë gjë ai mund ta gjejë edhe në Kroaci, mund ta gjejë edhe në Greqi, edhe në Turqi apo ku tjetër. Është natyra. Natyra është ajo që neve duhet ta kthejmë në aset për vendin tonë. Këto flamingot dhe shumë shpend të tjerë që jetojnë aty janë një mrekulli që jo të gjithë e kanë mundësinë t'i shikojnë nga afër. Ndërsa ne kemi fatin të shkojmë marrim makinën nga Tirana dhe mund t'i shikojmë flamingot. Nuk i shqetësojmë, me dylbi, kjo gjë mund të kthehet shumë bukur në një biznes. Dhe një eksperiencë e tillë mund t'i vendoset çmime. Pra hajde, duam të bëjmë turizëm elitar. Ta bëjmë turizëm elitar me bazë natyrën. Të vendosim limite se sa njerëz mund shkojnë të vizitojnë, si duhet të vizitojnë, kush janë personat që duhet të shoqërojnë, dhe të vendosim një tarif të mirë që të justifikojë të gjithë mënyrën e zhvillimit të këtij turizmi, pra të ekoturizmit. Le pastaj të shtojmë këtu ecjet në natyrë etj etj. Dhe kjo që dëgjojmë shpesh që na vinë kamperat, na vinë këto hikerat me camping dhe me makinë. Çdo gjë mund ta rregullosh ti si shtet, vendos rregulla. Vendos kampingje të përcaktuara, ku mund të bëhet kamping. Që kamperi nuk mund të jetë kudo. Mos lejo që të bëhet kudo. S'mund të mes të qytetit, se këtu ka parë mes qytetit. Ktu i bën mes qytetit, i bën në anë të lumit, në anë të detit. Mos i lejo, vendos rregulla të përcaktuara. Mirë, vendos tarifa dhe pastaj çdo gjë vjen dhe rregullohet në mënyrë graduale. Fitimi që merr nga ky lloj turizmi është më afatgjatë se sa fitimi që mund të merret nga zhvillimi i turizmit elitar. Pse? Sepse zhvillimi i turizmit elitar mund të ketë përfitime të disa persona që do të angazhohen në këto biznese për një kohë të caktuar, të shkurtër, dhe nuk pretendohet, ose siç pretendohet, nuk është e thënë që do të punësohen aty fshatarët e zonës apo peshkatarët e zonës, sepse peshkatarët e zonës nuk do kenë më peshk aty. Nuk do kenë çfarë peshku të kapin në lagunë. Çfarë peshku do hanë turistët që do vinë në Zvërnes nesër pas nesër? Po çfarë do matesh do hanë nëse toka jo është marrë? E të tjerë e të tjerë. Nëse ti e mban ashtu siç e ke dhe mundohesh të investosh edhe në cilësinë e ushqimit, në certifikimin e ushqimeve organike. Për shembull, vetëm në parkun e Vjosës ti mund të bësh brandim, sepse Vjosa tashmë është brand. Është bërë fal punës tonë për mbrojtjen e Vjosës, fal publicitetit, tashmë Vjosa është brand. Edhe vetë qeveria po e përdor atë si brand. Kudo që shkon, thotë ne kemi shpallur Vjosën, kemi shpallur Vjosën park kombëtar, bravo, shumë arritje e madhe. Por hajde ta përdorim për mirë. Jo vetëm për të thënë që ne e bëmë dhe kaq. Dhe për të kthyer tek mënyra se si mund zhvillohet turizmi. Ti mund zhvillosh pra turizmin e kujdesshëm dhe të promovosh bizneset lokale me metoda që janë të provuara në vendet e tjera. Ne nuk duhet të shpikim gjëra.
Ne mjafton të marrim modelet e duhura. Ne nuk po marrim modelet e duhura. Ky është problemi. Mirë, në fund të kësaj interviste, Besiana, faleminderit shumë. Faleminderit. Kënaqësi dhe shumë urime për këtë vendosmëri për të çuar deri në fund protestën dhe të qëndroni në kauzën tuaj. Faleminderit, kënaqësi. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të Albania Newscast episodit ton për ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Si gjithmonë thirrja jonë është të bëni subscribe, jepni komentet tuaja dhe do shihemi në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim gjithëve.